Është ringjitur në skenën e teatrit kombëtar këtë fundjavë një nga prodhimet më të pëlqyera të sezonit të kaluar, Fausti. Me regji të italianit Davide Jodice, kjo shfaqje sjell një konceptim të ri regjisorial dhe një risistemim të thellë të një prej veprave më të rëndësishme të dramaturgjisë botërore. Fausti rrëfen historinë e një dietari të dëshpëruar, i cili për të shpëtuar nga vuajtjet dhe dështimet e jetës, bën një marrëveshje me djallin, Mefistofelin. Ai kërkon më shumë dije, më shumë kënaqësi dhe një jetë të përjetshme, por marrëveshja e tij ka pasoja të rënda, pasi ai përballet me çmimin që duhet të paguajë për shpirtin e tij. Shfaqja është një reflektim mbi moralin, dëshirat njerëzore dhe pasojat e zgjedhjeve që bëjmë. Nuk bëhet fjalë vetëm për Faustin e Gëtës, në fakt Davide Jodice, regjizori, ka përmbledhur disa vepra të ndryshme, ka marrë gojdhënat, ka marrë prallat në lidhje me Faustin, me mitin e Faustit, ka marrë diçka nga Bulgakov, nga Mikhail Bulgakov dhe gjithashtu patjetër nga Gëte ka bërë një përmbledhje. Thelbi i gjës është që ne kemi vullnet lirë, jemi të bekuar dhe të mallkuar me vullnetin e lirë, ashtu siç është edhe Fausti, dhe kemi dhe vullnetin e lirë për të bërë mirë dhe për të bërë keq, kështu që në thelb këtë thot nga fillimi në fund shfaqja. Me një përdorim të kujdesshëm të teknologjisë dhe një skenografi tërheqëse, regjizori ka krijuar një atmosferë ku temat e pasioneve njerëzore, kërkimi i dijes dhe marrëdhëniet me fuqitë e tjera bëhen më të thella dhe më të prekshme për publikun, duke dashur të përcjellë mesazhe të fuqishme. Shumica prej njerëzve njohin veprën nga Gëte dhe kanë lexuar, ka qenë pjesë e literaturave vazhdimisht, kështu që prej kësaj besoj është edhe një nxitje ekstra për të parë se si një gjë të njohur mund ta rishfaqesh përsëri. Është fit ti maknisësh, ti surprizosh me gjërat që sjell me veprën në skenë. Flet për secilin nga ne, për gjithë secilin nga ne, është një lloj pasqyre hapur për të parë se si jemi ne dhe se si reagojmë karshit çdo lloj gjëje që na ndodh në të përditshme. Kështu që për të parë një reflektim të vetes më mirë, ndoshta për të mësuar një katarsis, pse jo të vinin në teatr. Në interpretimin e një kasti aktorësh si Emma Andrea, Hervin Çuli, Niada Salia, si Lulzim Zeqa e të tjerë, kjo shfaqje do të jetë pjesë e repertorit të teatrit kombëtar edhe fundjavën e ardhshme.